Partia Socialiste dhe kandidatët e saj nuk kanë asnjë vizion dhe asnjë program qeverisës, të vetmin mjet kanë propagandën dhe manipulimin me të vërtetën. Nën ethet e humbjes së zgjedhjeve të 11 majit, po mundohen të mashtrojnë qytetarët shkodran me propagandë investimesh, të cilat po kryhen gjatë fushatës elektorale, duke i rënë ndesh edhe kodit elektoral. Ish nënkryetari i Bashkisë Shkodër, Onid Bejleri, si një Benjamin dhe besniki Benet Becit, po përdor të njëjtën formë presioni dhe kërcënimi si lideri i tij, Edi Rama. Ai në një video i prezanton shkodranëve shifra dhe investime të cilat të vetmen merit si ish nënkryetar e ka se ishte aty kur ato u nisën. Të gjitha projektet që ai prezanton janë hartuar dhe miratuar në kohën kur Bashkia Shkodër drejtohej nga Partia Demokratike, por qeveria e kandidatit Bejleri nuk i miratoi dhe as nuk i financoi asnjëherë këto projekte, duke e lënë Shkodrën me zero investime vetëm për hakmarrje politike, duke diskriminuar Shkodrën dhe duke lënë jashtë vëmendjes së zhvillimit. Partia Demokratike asnjëherë nuk është mburur e as nuk i ka përdorur investimet publike për propagandë elektorale, pasi Partia Demokratike është e vetëdijshme se ato janë merite vetme e qytetarëve shkodran, të cilët me mundin dhe sakrificën e tyre kanë qenë dhe janë kontribues në qytetin tonë përmes taksave të tyre. Shfrytëzimi i propagandës dhe presionit përmes saj ndaj votuesve është shkelje e ligjit elektoral. Kandidati socialist dhe ish nënkryetari i Bashkisë Shkodër duhet të preokupohet më shumë sepse Benet Beci rriti të gjitha taksat vendore dhe rriti çmimin e ujit të pishëm, duke rënduar ekonominë familjare të gjithë banorëve të territorit të Bashkisë Shkodër. Propaganda e investimeve, fasad, me asfalte elektorale, të cilat dëmtohen pas pak muajsh, nuk gënjejnë më shkodranët, të cilëve u ka ardhur në maj të hundës rilindja dhe fasadat e saj boshe. 11 maj do t'jetë dita kur Benet Beci, Edi Rama dhe filizat e tyre do të marrin përgjigjen e merituar, humbjen e thellë të propagandës së rrejshme të tyre.